Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka njoftuar nisjen e punimeve për ndërtimin e strehëzës së tretë për qendë Ndacak, një investim që synon menaxhimin më të mirë të situatës dhe rritjen e sigurisë për qytetarët. Strehëza e re do të ketë një kapacitet prej rreth 100 qendsh dhe do të përfshijë edhe një klinikë veterinare brenda godinës, duke ofruar trajtim të specializuar dhe kushte më të mira për kafshët. Është një investim shumë, do të thoya, më i përshtatshëm, për arsye se nuk është vetëm streza për qend, e cila dështoj të paktën 100 qend të tjerë, por është dhe kujdesi shëndetësor për qend, i cili sot si investim vjen me një klinik, po do të ketë kushtet e përshtatshme për të trajtuar qend në mënyrë që të ulet sa më shumë rrezikshmëria e qendve në rrugë. Me këtë investim ku do të ketë një sallë kirurgjikale për qend, do të ketë ambiente një ambient adoptimi për ta dhe për përgatitjes së tyre. Drejtori i Shërbimit Veterinar Sokol Malaj u ndal në detaje konkrete të projektit që po zbatohet, duke theksuar rëndësinë e kësaj infrastrukture për rritjen e kapaciteteve në trajtimin, kontrollin dhe menaxhimin e qendve Ndacak në territor. Do të plotësohen të gjitha kushtet për një klinik të përshtatshme për një stre e cila është me shumë vlerë për qytetin. Ka qenë në fakt një nga shqetësimet kryesore të bashkisë dhe besoj se me këtë investim ne e sistemojmë deri diku, do thoya, problemin e qendve në qytet. Ky investim pritet të ndikojë drejt për drejt në zgjidhjen e problematikës së qendve Ndacak dhe në përmirësimin e sigurisë publike në qytetin e Shkodrës.